Unë jam e bekuar me të gjithë ju që më mbështesni edhe më jepni kaq shumë dashuri sa po përfundoj Goca dhe Gra. Mua më ka ardhur një pako nga Amerika. Rozana Radi frymëzim pa kufi. Nga disa vajza të cilat më ndjekin dhe më japin shumë dashuri. Më kanë shkruar një letër, të cilën do ta lexoj me dashuri të madhe, po të shikoj një herë se çfarë ka këtu. O, sa e bukur, rezaton forcë, dritë kudo që shkon, optimizmi i të shfrytëzuar për shumë zemra. O, vajza, çfarë mrekullie. Çdo fotografi me një thënie. Në heshtje mendonte, në madhështi vepronte. Faleminderit shumë. Asnjë prime pa një fytyrë etike Rozana. Ja, wow. Një buzëqeshje që flet më shumë se mira fjalë. O Goca, çfarë keni bër? O zot. Ju pus të gjithave me këtë foton këtu. Tani çfarë ka tjetër se u bëra kurioze. Dale. Çdo natë një moment i paharruar, bukurie stil dhe më rëndësishmja shpirti yt i gëzuar. Ajo qan, por nuk u thye kur. Më keni emocionuar shumë, ka shumë. Si një perëndesh që ngrihet nga deti e fortë, e lirë dhe e bukur në çdo valë që përballon forca dhe elegancë në një portret. Faleminderit shumë. Edhe në errësirë më të ngushtë, ajo shëndrit si dritë, elegancë, fortë dhe qëndrim që nuk njeh kufi. O Goca, çfarë bëni kështu? Ky libër nuk është thjesht një koleksion fotosh dhe kujtimesh, por një pasqyrim i dashurisë dhe admirimit që kemi për ty. Çdo faqe është e mbushur me emocionet që na dhurove gjatë udhëtimit tënd në Big Brother VIP Albania 4. Dhe jo vetëm me forcën tënde, të qeshurat, lotët dhe dritën që kur nuk u shua. Me gjithë zemër, Mariana Peçi dhe Pavli Renja. Mariana dhe Pavli, ju dua shumë, ju falenderoj shumë për këtë libër kaq të bukur kujtimesh. Një libër që do ta ruaj si thesar në bibliotekën e librave më të shtrenjtë të mit. Faleminderit shumë, ju dua shumë të gjithave. Love you.